Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të Drejt për Drejt. Si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit me zemër të hapur, live dhe drejt për së drejti në ekranin më të madh informativ në vend, në televizionin News 24 dhe për gjithë udhëtarët që nuk duan të humbasin as lajmin e fundit të ofruar nga Departamenti i Informacionit, por dhe të gjitha ngjarjet që trajtohen në këtë fashë orari, jemi live edhe në Radio News 24. Ditën e sotme, duke ju uruar një muaj të mbar, ditë e martë, data një korrik, do ta nisim me një lajm të rënd që është publikuar në fleshin tonë informativ. Bëhet fjalë për përdhunimin e një 12 vjeçare dhe dyshohet se përdhunuesi është babai i saj. Menjëherë policia ka arrestuar 36 vjeçarin, por edhe në agjensinë tonë të lajmeve Balkan Web keni pasur mundësi të ndiqni një material ku nëna e 12 vjeçares është shprehur me të gjitha detajet e ngjarjes së rëndë. Fillimisht ju ftoj të ndiqni këtë material të përgatitur nga Departamenti i Informacionit, por që e gjeni të plotë edhe në agjensinë tonë të lajmeve Balkan Web, se çfarë ka thënë nëna e 12 vjeçares dhe më pas lidhemi drejt për së drejti me Fierin, aty ku ndodhet kurreplaku i fshatit, por dhe nëna e 12 vjeçares. Ndjekim fillimisht materialin. Çfarë ndodh konkretisht? Unë jam Joela Meta, jam nëna 7 fëmijëve, 30 djemve dhe 2 vajza. Mrem ka ndodhur një ngjarje shumë e rëndë. Mua në orën 4 më njofton vajza e dytë që më ka ikur vajza e madhe nga shtëpia. Unë nuk rjem, kërkoj se gjej vajzën dhe njoftoj policinë. Policia e gjeti vajzën dhe vajza kishte treguar që papa e kishte përdhunuar. Unë shkoj në polici, ati i marrë vesh. Të gjitha, vajza i thot të gjitha, që i kishte periati. Sa vjeçë është vajza? Vajza është 12 vjeçë. Ju keni kuptuar diçka? Ishte goca me ju që diçka nuk shkonte me marrëdhënien me baban? Goca nuk më thoshte mua, në fare. Goca vetëm ishte acaruar. Se është me vlezën me motrën, kur i ndaja u i thosha të keqe mami, zemra mami, mos u zinë me motrën me vllajën, më thoshte mua i ka ndeu, thoshte edhe fëmijëve, nuk të tregon. Vajza kaloi në depresion, sa u detyruar, u lërguar në Panesa, edhe kishte vetëm të një komshie këtu. Kjo komshia e kishte marrë, e kishte dhënë bukë, e kishte çu brenda, edhe këta kishin lajmëruar policinë, se ka ardhur një vajzë këtu. Edhe vjen policia më lajmëroi që e gjeti vajzën dhe na tharret policia. Shkojmë ne mua më rasti bombë kjo. Të gjitha i mora vesh ati që jati më hirtë që përdhunu vajzën. Një pyetje që të ofak dhe firë kujtesës. Juve thatë që bashkërti ju e kishte përdhunuar. E kishte përdhunuar pje apo disa ditë më parë? Vajza kishte deklaruar që e kishte përdhunuar edhe në para dhe që 5 vjeçë në Gjermani unë nuk dija më gjë. Kur i mora vesh atje, më rast një bombë, tani vajzën më kanë shteti, më ka çuar në Tiranë për rehabilitim, se vajza kaloi në depresion, sa u detyruar bëri atë gjë, u larguar në shtëpi. Pra që në moshën 5 vjeçare vajza është dënuar, është abuzuar seksualisht nga babai. Po kështu i dëgjova të gjitha dje se unë nuk dija në qas për se kishte ikur vajza në shtëpi për një njeri që mua më përdhunoi e vladin, me beri the e vladit, të kalbet në burg të marrë dënimin e merituar se unë nuk e dua me. Të bëjmë një nene fort për fëmijët e mi. Po marrëdhënia me fëmijët e tjerë, si ishte? Po sy tim ishte nuk tregonte gjej, nuk bënte gjë. Tani brapa krave të mi se ç'a bënte, edhe kur isha unë gjumë, unë nuk diem gjë, unë edhe kur isha gjumë më vriste. Ku e dija unë se ç'a mund bënte. Është i dhunshëm, është agresiv, si e keni marrëdhënien të bashkëtorë? Sy tim, jo, alkool nuk përdorte. Sy tim nuk bënte gjë, se ç'a bënte brapa krave të mi, unë nuk dija gjë. Ti mora vesh të gjitha në polici. Edhe vajza më ka kaluar në depresion, më ka strehu shteti vajzën, me atë po merret shteti, ai të marrë dënimin e merituar. Tashmë jemi 7 fëmijë dhe pa bashkëshortin. Çfarë kërkonte? Bashkëshortin e ka marrë shteti, po merret shteti me atë, vajzën më ka çuar në Tiranë. Dua një komunikim me vajzën. Nuk keni folur me vajzën pas kësaj? Ma kanë çuar në Tiranë vajzën dhe më thanë për një muaj. Dua që ta shikoj vajzën, më japin mundësi dhe ta takoj. Sa vajza të marri veten, unë tani më ka rënë halli madh se burri mbante familjen, tashi unë jam shtëpit këto si janë shtëpitë e mia, më ka rënë një halli madh tashi me 7 fëmijë unë.
ku do vetëm do mbytem, pa punë, s'punoj dot. Çfarë kërkoni? Unë kërkoj në shteti, kërkoj një strehim, se unë nuk punoj dot, kam fëmijët. Burri që man të shpinë, me atë po mirë shteti. Cilat janë të ardhurat tuaja? S'kam të ardhua fare, thani. Ku punon Unë të jam të bashkërti bytem në juaj? lumë tash. Ai punon të soba, ai e man të shpinë, me atë po mirë shteti tash. Unë jam tash me s'katë rrugëve, në bytem lumë, unë do bëhem një nene fort tash për fëmijët e mi. Unë kërkoj në shteti dhe kushdo që ka dëshirë të më ndihmoj me një strehim, të më ndihmoj në një strehim që ta kem shkollë, spitalin afër, se kam shumë fëmijë, me pension në jo, që të kenë ushqime fëmijët hanë, se unë tash jam vetëm pa bukë fëmijët, më këra dhe ky halli shumë i madh me vajzën, se kam vajzën, dua që ta takoj vajzën. Në zi kam pritë fëmijët, më ra si bombë kjo, kur e mora vesh di në polici. Se dja dhe arsyem pse më kishte ikur vajza. Di mora vesh të gjitha. Tani dukem shumë të më ndihmoni. Ky është lajmi i fundit që është ofruar nga Departamenti ynë i Informacionit nëpërmjet fleshit ton informativ dhe menjëherë Agjencia e Lajmeve Balkanweb ka pasqyruar këtë intervistë të nënës. Do të mundohemi që ditën e sotme në këtë fillim emisionit duke përmbysur skaletën në minutën e fundit, pasi në studio kam një 65 vjeçare së bashku me të birin 26 vjeç, por mungon vajza e tyre, janë rahur nga fqinji. Është një tjetër aktualitet i fundjavës, por do t'i kthehemi kësaj çështje vetëm pas pak, se të dhunuar dhe me shenja dhune kam pritur në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, por fillimisht duhet të lidhem me Fjerin, me nënën e 7 fëmijëve, por dhe me kryeplakun e fshatit, ku ka ndodhur ngjarja e rëndë. Me mua në studio avokati Serian Mazreku. Përshëndetje avokat, mirë se erdhe. Në krahun tënd Irena Shanaj, psikologja jon, përshëndetje. E dashur, mirë se erdhe. Ngjarja është shumë e rëndë, nëse i kam në lidhje të drejtë për drejtë. Nënën, e kam regjia? Përshëndetje zonjë. Përshëndetje. Në radhë të parë të them të bësh e fort, sa po ke mësuar ngjarjen e rëndë që ka ndodhur me vajzën 12 vjeçare, mbrëmjen e kaluar ajo është larguar nga shtëpia, apo jo? Po, në orën 4. Në orën 4 të mëngjesit? Po, në orën 4 të mëngjesit. Kur e konstatove që vajza s'ishte në shtëpi? Më lajmëron vajza tjetër që është 11 vjeçë, më lajmëron mami ngreu se ka ikë motra në shtëpi. Dia më kërkoi se gjej vajzën, gjitha drejtare në hapur, lëshohet se ma kishte marrë njeri ose kishte ikur vetë, unë se dia se si ishte në të vërtetë. Bashorti ndodhej në shtëpi në ato momente? Po, ndodhej me mua. Ai u shqetësua njësoj si ju për ikjen e vajzës nga shtëpia? Po, shqytim u shqetësua njësoj se unë dia gjë si ishte arsye me vajzën, pse më ishte larguar. Më pas keni bërë denoncimin në policinë e Fierit, apo jo? Po, kemi bërë denoncim më pas. Vajza sa larg, duke qenë se ju në intervistë për ne thoni që vajza ishte strehuar te komshia, sa larg ishte fqinja, komshia juaj? Sa larg ishte komshia? Komshia këtu sa larg? 5 minuta larg. Policia e lokalizoi ku ishte vajza juaj? Po, pasi vetëm denoncim, ishte lajmëruar për fshatit policisë pas, që kështë marrë vajzë, pasi kështë e marrë një vajzë, vajza kështë ikur në 5 minuta larg tu kështë vajta ajo komshia. A ke mundur të flasësh me komshien, sepse për herë të parë vajza 12 vjeçare është shprehur ndaj komshies, apo jo? Lokalizimi u bë nga policia, por ajo ka treguar për herë të parë tek fqinja, e cila më pas e ka dërguar në polici, apo jo? Po, më pas e ka dërguar në polici dhe ati ishte shprehur vajza të gjitha. Në polici vajza edhe me fqinjën, edhe në polici ishte shprehur të gjitha. Ka treguar që ka qenë abuzuar nga babai që në moshën 5 vjeçe. E besoni ju zonjë këtë gjë? Unë në fillim nuk e besoja sepse ai shqiptim nuk i bënte ato. Sepse bënte i prapa krallet mi, apo të isha unë zia gjë. Unë me i tu fëmi, dhja ndarë dhe në gjesë nglesha. Se qa bënte ai mund të edhe të më vriste mua një gjumë, dhja gjë, se qa bënte i prapa krallet mi. Gjatë kohës si ai nuk e pa vajzën në shtëpi dhe si pas vajzës ka qenë abuzuesi i saj, a e pat ndo pak të shqetësuar bashortin tuaj?
të shqetësuar, këtu nuk e pash vetëm policia atje kur na thrisnin ta na çonin në një vend tjetër se unë ika bashkë me bashortin polici që të merrnin vajzën. Pra në polici ju e pat bashortin të shqetësuar, apo jo? Po të shqetësuar, po këtu jo. Po në polici kur morët vesh se vajza kishte rrëfyer ngjarjen e rëndë ndaj babait të saj, arrite të komunikoje me bashortin? Me bashkëshorti ka që thash, pse ma bere këtet, të lash 7 hyje, 7 engjës, si ka mundësi që unë se dhja se si bende këto parasyve fëmi, i bende prapa krave fëmi. Çfarë të tha? Të kalbesh në burki tash të marrësh dënimin e meritua. Çfarë të tha? Vetëm ka që më tha, i kik atje, për një njëri. Pra nuk e mohoj. Unë kështu dio që e kishte pranuar vetë. Pra dhe bashorti e ka pranuar, thoni ju? Po kështu dio atje që e kishte pranuar dhe vetë. A ka pasur një ballavaqim në policinë e Fierit midis vajzës edhe bashortit? Midis vajzës dhe bashortit sa isha mundi, jo shqytim, po. Në mapa nuk e di se unë. Ama kur ti i kërkove llogari pse ma bëre këtë gjë, tha i kam ndej, vetëm kaq. Policia ka deklaruar që bashkëshorti e ka pranuar. Kështu dëgjova atje. Edhe më erdhi si bot dje kur i mora vesh të gjitha në polici dhe arsim sepse vajta më ishte larguar se unë nuk dija gjë fare. Pas largimit të vajzës, kur vajtët në polici, arrite të komunikoje me vajzën? Unë me vajzën isha me vajzën dhejta. Po? Edhe në shtera ato pyetje që më morën ata, vajzën tashi ata e kanë qunë Tiranë për rehabilitim, për shërim, se iku vajzën, kalojnë depresion, zbinte në të... Qartë. Megjithatë, dëshmia e saj është marrë në prani të një psikologe, por aq mundësi sapatët për qëndruar bashkë, çfarë të tha vajza? Vajza atje mora veshun të vajza që po thoshte për t'jasi. A e pyeti pse nuk të ka treguar më parë, por duhet vepronte kështu për t'ikur nga shtëpia? Vajza po nuk më tregonte mua vajza. Vajza vetëm ishte acaruar, mërzitesh do njerë, zjesh me motrën, me vlezrit, kur ju unë ndajë thosha të keqe mami, mos u zini bashkë. Edhe mua më thoshi, o t'i budalash, i ko t'jam dhejtë, më thë ishte shumë, vetëm këto kështë vajza, nuk më thoshte gjë, po ishte shumë e mërzitur, shumë agravuar. Sa ko keni qëndruar në Gjermani ju? Në Gjermani gati 5 vjetë. 5 vite? 20 muaj që më kanë këthyrë. 20 muaj që je këthyer. Në këto 5 vite që keni qëndruar në Gjermani, ka ndodhur diçka midis vajzës edhe bashortit tënd? Unë para syve të mi, nuk bente gjej, nuk dhja gjej. Me sa mora vesh në vajza, atje në polici, që i gjoha në vajza këto, që 5 vite që më ta vajza atje, që u thoshte dhe atyre psikologëve dhe ato, mu me si bëmë su, që gjese si shpehtë të vajza. Ju jeni nëna e 7 fëmijëve, sa vjeç është fëmia i madh dhe fëmia më i vogël i juaj? Fëmia ime më i madh është vajza. Po, vajza e madhe 12 dhe më pas, fëmia tjetër i vogël? Fëmia i vogël është 1 vjeç e gjysmë. 1 vjeç e gjysmë. E qartë, situata në studio kam avokatin Serian Mazreku dhe psikologin Irena Shanaj. Atëherë, Irena, jemi live, jemi drejt për drejt, kemi të rrequr vëmendjen, është porositur zonja dhe gjithë ata që janë pas zonjës, që na kanë bërë të mundur edhe këtë lidhje të drejt për drejt, për të mos cënuar pikërisht jo vetëm hetimin, por edhe të drejtat të miturve. Ke pyetje në lidhje me nënën? Nënës, unë së pari dëshiroj shumë forcë dhe kurajo në përballimin e kësaj të vërtete që është heshtur për vite me radhë. Uroj një rindërtim emocional sa më të shpejt për vajzën e mitur. Më vjen mirë që ka ardhur momenti t'i japi zë dhembjes së saj, ka jetuar që nga mosha 5 vjeçare, pra aq e mitur, ka jetuar, ka bashkjetuar me dhembjen, traumën, heshtjen, vetëfajsimin, mbylljen e vetvete dhe nuk ka ditur ndryshe ta shfaq dhe nuk ka ditur ta shpreh ndryshe vetëse përmes agresionit verbal që nëna raporton, përmes dëshpërimit, përmes vetizolimit dhe realisht kjo është një ngjarje që ne jemi jashtëzakonisht të trishtuar dhe shumë të pikëlluar si profesionist, si prindër fëmijësh,
sepse është një nga ato ngjarjet tragjike dhe rrënqethëse që ka tronditur ndërgjegjen e nënës që po rrit mes shumë mundimesh dhe sakrificas 7 fëmijë, por jam e bindur që ka patur një reagim të jashtëzakonshëm publik dhe ka tronditur ndërgjegjen e çdo shqiptari sot. Ky është një krim brenda familjes dhe ne e vis duhet kuptojmë që ky lloj abuzimi, ky lloj krimi nuk ndodh vetëm nga të panjohurit, pra ndodh edhe brenda krime seksuale, eksakt. Pra neve ruhemi nga të panjohurit, mirëpo nuk është as pak çudi që të ofrojmë më tepër mbrojtje dhe të jemi shumë më tepër alert dhe vigjilent edhe brenda mureve të shtëpisë, sepse ja që ndodh. Ja ky është një precedent llaktarisës, që është një krim. Pra nga një figurë që duhet të ofrojë mbrojtje dhe dashuri dhe siguri emocionale për fëmijën e tij, bëhet një person që e lëndon, që i bën një dëm jo të parikuperueshëm, se sigurisht do një punë titanike, një punë të jashtëzakonshme për ndërtimin e sigurisë emocionale të këtij fëmije, për ndërtimin e identitetit, për t'i rimësuar se çfarë është dashuria, besimi dhe siguria tek të rriturit edhe tek figurat kujdestare, mirëpo është një kamban alarmi që ne jemi shumë vigjilent dhe vërtet kërkon një reagim shumë të fortë institucional, shoqëror, mediatik, sepse duhet jo vetëm të ndërhyjmë, por të parandalojmë edhe të edukojmë. Kjo ishte mënyra që vajza duhet të reagonte duke u larguar në orën 4 të mëngjesit, ose të paktën është kuptuar në orën 4 të mëngjesit nga motra pak më e vogël 11 vjeçare, se fëmia më e madh është vajza abuzuar. Motra e ka parë dhe ka konstatuar që motrën nuk e kanë në shtëpi rreth orës 4 të mëngjesit dhe ka lajmëruar më pas prindrit. Kjo është mënyra ka 20 ditë që janë kthyer nga Gjermania. Me shumë sinqeritet, ndërkohë që je duke folur, jam plotësisht e rrënqetur dhe është llaktarisëse, është shumë e dhimbshme që ky fëmijë me çfarë lloj presioni psikologjik i është dashur të luftoj dhe të jetoj ditë pas dite. Pra të çohet një fëmijë në orën 4 të mëngjesit, pas bardhë dita. Në 4 të mëngjesit. Është konstatuar. Pra ka shkuar, është larguar nga shtëpia sepse ai është thjesht një mjedis abuziv. Është një mjedis toksik që atë fëmijë nuk mund ta arrijë më, nuk mund ta lulëzojë më, nuk e zhvillon dot. Dhe ka ardhur momenti që ky fëmijë ka bërë një akt të jashtëzakonshëm guximi. I ka dhënë zë dhembjes së vetë në ndër gjithë këto vite. Më vjen shumë keq, sigurisht është e justifikuar deri diku, arrita mirë kuptoj nënën mes shumë vështirësive, mes një ekonomie shumë të nderë, mes shumë vështirësive për t'i rritur dhe edukuar fëmijët e saj dhe gjithë ngarkesa dhe barra emocionale dhe edukuese, sigurisht arritu kuptoj që ka qenë tek nëna, por më vjen keq që nuk ka patur një sy më të mprehtë dhe nuk ka patur atë afërsinë emocionale që fëmia t'i shkonte dhe t'i qante dhe t'i kërkonte ndihmë më shpëton nga ky makt që po jetoj ditë pas dite. Qartë, pra nuk ka gjetur mjedisin e duhur për të hapur zemrën tuaj. Nuk ka gjetur afërsinë e duhur emocionale, nuk e ka perceptuar pra njerëz të sigurt që unë të shkoj edhe t'u qahem edhe ta bërtas të vërtetën time. Qartë, më duhet në fakt të lidhe me zonjën. Zonjë, më dëgjon? Atëherë, ju thatë që një ditë më parë, rreth orës 4 të mëngjesit, konstatuat nëpërmjet vajzës pak më të vogël 11 vjeçare, që vajza më e madhe nuk ishte në krevatin e saj, në dhomën e saj. A mund të më thuash çfarë mban mend ti nga një ditë më parë? Çfarë ka ndodhur në familjen tuaj? Ka pasur debate? Ku ka qenë vajza? Kush kanë qenë lëvizjet e bashortit tënd? Përpara se vajza të largohej, orët e fundit. Po, orët e fundit, një ditë më para ishte e diel. Po? Edhe dolëm xhiro, të gjithë bashkë, me bashkëshortin, me fëmijët. Kthehemi nga xhiro, hambu, dhe i vë të gjithë fëmijët në gjumë. Dhe vajza e madhe, flektu të dhoma këtu ku kështë hapur dritare që kështë iku në 4 të mëngjesit. Fëmijët e tjerë në dhomat, e tjerë ka në 3 dhoma. Je sigur që gjatë natës ke qenë gjatë gjithë kohës me bashortin tënd, ka bërë lëvizje të çuditshme atë natë ai? Ai ka qenë më pas. Edhe një herë të lutem se nuk e dëgjuam? Ai ishte me mua shtri, pastaj se ta ka bërë ai ku më zuri gjumë me mua, unë nuk digje. Pra ti mendon se ndoshta të ka zënë gjumi dhe mund të ketë bërë edhe lëvizjet e tij. Çfarë ka detyruar vajzën të largohet apo jo? Ke dyshime për këtë gjë?
unë nuk e di këtë, sy tim nuk bën të gjë. Papa krallet mi se qa ka berë, unë nuk di gjë. Unë me i tufë. Jo, a e mban mënd, dakord, pra, po a e mban mënd të lëvizjet e ti të fundit, për të kuptuar dhe ne 20 ditë që jeni kthyer nga Gjermania, çfarë ka detyruar vajzën për t'u larguar në këtë lloj forme? Po asu nuk e dija, sepse vajta me ishte larguar, ku shko. Ka pasur debate një natë më parë, apo thjesht keni dalë për xhiro, jeni kthyer, keni ngrënë darkë? Po, kështu. Vetëm kështu? Keni parë tensione midis babait dhe vajzës, si ka qenë marrëdhënia e tyre? Eksakt. Po shyti nuk vend të gjej. Mirë, po se qa vende pas krave mirë, po fleu në gjumë. Si sille, jo, flas përpara te, si sille bashortit ndaj vajzës apo vajza ndaj bashortit? Se më the pak më përpara që vajza me ty nuk ishte një sjellje korrekte. Po me bashortin? E kishte frikë? Sytim mirë i kishte dhe me fëmijët e tjerë. A e kishte frikë babain? A i shmange i babaj tani që kujtohesh? Para syve të mi nuk i shmangesh. Nuk i shmangej. Para syve të mi. Po frikë e kishte babajin? Kuptove diçka që mund ta ketë pasur frikë? Para syve të mi unë s'kuptoj e që. Pra ishte një marrëdhënie krejtësisht normale? Po, krejtësisht normale se 13 vit martoru me këtë bashkëshortë. Po mirë, dua të di diçka, kur vajza rrinte motra dhe vëllezërit dhe ishte agresive, kur ndaj teje përdorti një fjalor jo etik dhe përgjigje në mënyrë të shëmtuar ashtu si ti e përmende, po ndaj babait të saj? Me babait normale, shikojo. Edhe me të gjithë fëmijët e tjerë. Një më dheni. Megjithatë, ju më pohuat pak më përpara që në polici mësuat që në komunikimin, kur kuptuat se çfarë kishte thënë vajza në polici, bashorti të paktën e kishte pranuar dhe ty nuk ta mohoi një gjë të tillë, por tha hika ndej. Po, kaq më tha. Kaq të tha. Mirë, e them këtë gjë sepse kemi qenë shumë skeptik përpara se tynim në transmetim të drejt për drejt. Ka pasur raste që vajza adoleshente kanë gënjur për 1 milion arsye përkundrejt baballarëve. Krimet seksuale tashmë janë shumë të përhapura në vendin tonë dhe një nga pjesëtarët e studios emisionit Me zemër të hapur ka qenë shumë skeptik sepse ka pas raste të tilla në zyrën e tij avokatore dhe ai është avokati zoti Serian Mazreku. Avokat, ke qenë shumë skeptik edhe në rolin e babait profesionistit, por zonja këto dëshmi ka në moment. Kjo është një ngjarje shumë e rëndë, e cila do lë pasojë në jetën e gjithë familjes dhe fisit të tyre, pasi ne është akoma herët pa u zbardhur të gjithë pistat hetimore, pa u provuar që vajza është prekur, ka kryer marrëdhënie seksuale apo jo, dhe pa u marrë pa u marrë të gjitha faktet, provat, të cilat ajo... Jemi shpejt, thua ti. Jemi shpejt për të folur përsa i përket... Mund po si jetë e vërtet që babai mund ta ketë pranuar në polici, apo ka pranuar... Ne kemi pasur raste, dhe po të shikosh pjesa më e madhe e rasteve kanë dalë të lirë, sepse jo në këtë mosh 12 vjeçare, po flasim një mosh 16, 18, ka pas abuzime, denoncime për abuzimet e tilla, ku më vonë janë provuar që nuk ka qenë të vërteta dhe për shkak të dhunës të vazhdueshme në familje, problemeve, sherreve dhe mos edhe kufizimit të lirisë së vajzave, ndodhur para këtyre faktët dhe rrethi shoqëror të cilët ata rrinë, dhe unë i pyetje doja t'i bëja vajza më kë shoqërohet, 20 ditë kishin që ishin kthyer nga Gjermania. Po si për tu jetë diktuar heshtja. Ja, 1 minutë se ndërhyn në zonja, po zonjë. Më thuaj? 20 muaj kemi kthyer nga Gjermania, 20 muaj. 20 muaj, jo 20 ditë. Me kë shoqëruar vajza së fundmi? Pyet avokati. Unë mirë. Këtu në shtëpi maj të gjithë fëmijët po. Ja të iktem punë. A shkonte në shkollë vajza? Ka shprehur diçka në shkollë me shoqet e saj, me psikologin në shkollës? Vajza më shprehente, nuk më tregonte asgjë, vetëm që bullizonin ndonjë shok. Është bullizuar në shkollë, thoni ju, po për çfarë arsye? Po, kështu i thoshin budallat, më thoshte vajza, ai bështynin. Këto, po kështu nuk më tregon. Shumë e rëndë. Po për të shoqëruar, kishte shoqe, kishte shok? Jo, as shoqe, maja fëmijë të gjithë. Kur kthej në shtëpi, pyet avokati, mbas procesit mësimor? Kur kthej në shtëpi, në çfarë ore? Në orën 12. Po në darkët lëvizte? Lëvizte gjatë orëve të mbasdites dhe të darkës? Jo, nuk lëvizte në shtëpi. Vetëm në shtëpi.
nuk shoqëroi, ka qenë e bullizuar në shkollë. Zonjë, edhe diçka, si është marrëdhënia e bashkëshortit tuaj me fëmijët? Pra, është ai i pranishëm në ditët e fëmijëve? A është ai i afërt emocionalisht me ta? A është ai mbrojtës ndaj tyre, kujdeset për nevojat e tyre, i nxjerr, i shëtit, kujdeset për të dhënë atë pavarësinë që duhet ketë një fëmijë për të kryer nevojat e veta vetjake? Po? Si është, sa i pranishëm është? Sa cilësisht i pranishëm është ai në ditët e tyre? A ju ndihmon bashkëshorti? Ai punon, bashkëshorti punon, nikte në 6, vinte në orën 6. Pra, ai është thjesht baza financiare e familjes tuaj. Do me thëmë, po na tregoni që thjesht është shtylla e ekonomisë familjare. Po përsa i përket edukimit, mirëritjes, pranisë, dashurisë, sigurisë, besimit që fëmijët ka nevojë. Ka qenë ai pranishëm, ua ka ofruar fëmijëve? Vetëm të dielave që i nxirë të shëtitje, një ditë kur kishte pushim. Pra part-time, angazhim part-time, do me thënë një baba, babai punon të gjithë ditën sepse mbahet një familje shumë e madhe. Një ditë pushimi ai argëtonte të paktën sipas nënës. Pa diskutim me vis që ka bërë më të mirë në kushtet e dhëna, mirë po cilësisht, a ka qenë i angazhuar, a i ka dëgjuar, a ka bërë një bisedë me fëmijët. A bënte bisedë mbrëmjeve kur kthehej në shtëpi, i pyeste fëmijët si kanë kaluar në shkollë, si janë djerë. Pra vajza ka qenë e bullizuar, si e keni ndihmuar ju si prindër? Vajzën e bullizuar, si e keni ndihmuar? Për ta superuar, për ta te i kaluar? I fliqet keqe mami, zemra mamit, a gjeti nuk jashu. A njoftoi e shkollën, mësuesen kujdestare? E njoftoi e shkollën? Që dëgjoj sepse vajza nuk po ndihet mirë? Jo, nuk e njoftoja shkollën. Nuk e ke njoftuar shkollën. Pra problemet kuptojmë që janë amortizuar brenda familjes. Unë jo më kohë desha të replikoja edhe në fjallën e avokatit. Ja, ta mbaroj avokatit duke në mundësi. Një sërqështjesh që janë mbyllur, unë besoj që kanë qënë të diktuara nga presioni jashtëm i familjar dhe i gjithë komunitetit që mbylleni si qështje se u bët gazi. Serian, për ta mbyllur këtë pjesë? Sa jemi para edhe faktit që aje ka pohuar disi, ose nuk e ka kundërshtuar do ta marrim me rezerva këtë gjë, thot nëna, po. Para bashkëshortës ti, sepse aty kishte mundësinë që t'ia diktonte ose t'i kërkonte kësaj të ngulmonte para policisë, para organit akuzës, që të fliste për të kundërtën, ai nuk ka ngulmuar të kjo pjesë, atëherë na ngele vetëm të presin pistat hetimore dhe i kërkoj zonës të bashkëpunojë me policinë, me prokurorinë për çdo lloj informacioni që ka në lidhje që pastrohet kjo situatë dhe të shikohet nëse është e vërtet apo s'është e vërtet, sepse nëse është e vërtet kemi të bëjmë një ngjarje jashtëzakonisht shumë të rëndë, kriminale, ku do të marrin dënimin e. Ju falenderoj të dyve për këtë pjesë. Zonjë, me pjesëtarët e familjes së bashkëshortit tënd, me prindrit e tij, me motra apo me vëllezër, tashmë që lajmi është bërë mediatik, ke pasur mundësi të flasësh? Jo, s'kishte marrëdhënie se shërtu jetim gjysh bashkëshorti, nëna babai kishin lënë që 1 vjet që kishte rritur gjyshi dhe gjyshja. Motra vëllezër ka bashkëshorti yt? I ka për të gjallë, po nuk vesh me prindit se ata e lanë që 1 muaj. E qartë. E qartë situata. Kush është apeli yt i fundit si nën? Përveç se ke 24 orë e parë vajzën, ajo ka ardhur në Tiranë për një rehabilitim, do t'jetë një periudhë kohë dhe do marri disa kohë, disa muaj të paktën, sipas edhe rasteve të tjera që kemi trajtuar këto 25 vite. Atëherë, ti kërkon të takosh vajzën, të flasësh me vajzën, tjetër. Çfarë kërkon? Kërkoj duash të jetë mirë vajza, të më mundsoj një takim me vajzën, ta shoh, ta takoj, një telefonat me vajzën, në rast të parë dua që të jetë shëndeti vajzës i mirë, dua që vajza të bëhet mirë. Ky halli madh, kjo tragedi, që mra mua mos i rënd njeri, ai që merresh burri bashkëshorti, burri që merresh me ekonominë e familjes, me atë po merret shteti tani, ai qoftë ka bërë të gjatë kalbet burr, të marrë dënimin e merituar. Po ju me çfarë të ardhurash do jetoni, se ke edhe 6 fëmijë të tjerë përveç vajzës? Unë tash këtë shtëpi nuk e kam ti, po ma kërkon ajo zonja, se më ka futur kështu në rrojtje. Unë jam në mjetë 4 rrugëve. Shtëpi nuk kam, të ardhura nuk kam. Zonjë, punoni ju, punoni? Nuk punoj do se unë kam 6 fëmijë.
Një vajzën e kam në Tiranë për shërim. E kuptoj. Ai që merresh me të ardhurat e familjes bashkëshortit, atë ata po merret shteti. Unë ju lutem, ju përgjërojmë shtetit. Kush ka mundësi, i lutem shumë përgjërojmë, të më ndihmoni me një strehim për fëmijët. Hajde shkoni ku rri unë, me një strehim. Dhe një shpitë. Dhe unë shpresoj që pas kësaj ngjarje të merren të gjitha masat e dura. Të më lidhi një pension mujor me ushqime për fëmijët, unë s'kam ushqime për fëmijët tash. S'kam të ardhur afare tash, kam gjellu fëmijët e pa buk tash. Më ranë të madhe të tragjedia tash, jam në mes ka të rrugëve. Dhe unë falenderoj zonjë për detajet që përsolle drejt për së drejti në këtë studio, shpresoj të merret parasysh edhe apeli juaj në ditët në vijim, padyshim që do ofrojmë edhe ne ndihmën tonë, do të lidhemi përsëri bashkë në qoftë se askush nuk ka marrë masat e dura këto ditë apo këto momente të fundit. Unë të falenderoj edhe një herë. Duhet të dalim, faleminderit të përshëndes nga Tirana, duhet të dalim në hapësirë publicitare se kemi marrë disa minuta nga programacioni dhe reklamat që bëjnë të mundur realizimin e këtij emisioni dhe do rikthehemi me temën e ditës, një tjetër aktualitet që ju njoftova në pjesën e parë të këtij emisioni. Ndjekim hapësirën e parë publicitare dhe rikthehemi me të ftuarit e tjerë.